gati për të sjellë në skenë një tjetër yll të Netve Live dhe është nga skuadra e Sidrit Belerit. Vetëm të lutem, do të kërkoja me gjithë shpirt të më zgjidhje një këngëtare që këndon një këngë të lumtur se kemi vujt shumë, a kupton? Do na duhet një këngë tip një herë s'na tregoj çka ka valixha brenda megjithatë. Te isha më duhet ketë. Po duhet jetë burr, mos e ngrinte stafuga kështu. E parasysh. Atëherë ty duhet një këngëtar, në fakt të dy artistët që janë sonte kanë këngë të lumtura. Po, njëri lufton me lumturi, megjithatë me që ty të ka vënë mendja për lumturi. Dua pak. Sjellim Semi Aupaj. Semi Aupaj që këndon. Atëherë Semi këndon këngën Lumturi më të boft në ana 1000, happy. Thjesht happy. Për të kënduar Happy të Pharrell Williams është Semi Aupaj, mas klipit. Një ditë e kaluar ndryshe, me një lojë të tillë, Pilar do i thënçin. Konkurrentët donin t'i bënin qefin trajnerit të tyre, Sidritit, se për vete shijuan më shumë kafet dhe bisedat në rrezet e ngrohta të këtij dielli dimëror. Po instinkti më thotë shkoj me Sidin. Instikti, më thënë dhe ka futur që kotë se e të këshit pra mendoj që kam thënë se më zotë, si më ka tajnë instikti, të më thënë instikti. Po, nuk e di, me thënë dhe mu duke më i sinqerti nga gjithet atyre. A vetëm në atë moment, ti s'kishe bërë asnjë plan? Jo. Se të përshë shkojë për përpor, a? Jo. Thash, kush do më mbushe mendin më shumë, këtë kisha mendu vetë në shtëpi, se nuk doja të bëja kështu llogarisht. Nëse ti mendon me fitu gosen, ma shumë shansa kemi mu. Në janar, nëse mbrim deri në janar bashk, ti do të çuditesh me veten tënde, se çfarë do të arrish po të vish me mua. Me dy gjëra shumë të vogla që ti teknikisht nuk ja arrite, unë ato ti që ndise. Vetëm hajdet e unë. Po mirë, tashin, drejtën. Nuk po të asnjë tundim për të vajt të Elsa, të Alma, të Genci. Ti më duke më i sinqerti, nuk the kështu që do fitosh voice, më duke më i natyrshme. Më thënë, hajde punojmë bashkë dhe sigurisht do mundohemi për më të mirën. Emocioni është vërtet shumë i madh, të dish që po arrim drejt finishit, dhe të asaj gjëje që e kam nisur me vërtet shumë pasion dhe shumë emocion. Puna është vërtet shumë e madhe për të arritur deri këtu, kështu që jam vërtet shumë i lumtur që jam në edhe live. Kjo konkurrente me kaq potencial, si në shtryrjen vokale, si në diapazonin emocional në prova, por që akoma nuk po arrin të më bind në momentin që del në skenë. Puna me të, në fakt, është i qike vështirë, sepse për vetë vlerat vokale që ajo ka, mendon shumë gjëra një herësh dhe nuk arrin të përqendrohet tek ajo që i duhet për momentin. Nuk duhet ma trajtosh si një këngë soft. Kjo e ka ritmin mbrëm, kjo e çon sallën pesh, kjo i bën edhe njerëzit në shtëpi në mos paktën këmbën këtu. Ndërkohë që ti e trajton si një vajzë edukuar, shumë e qeshur, shumë e lumtur. Unë jam e lumtur. Je lumtur, unë jam shumë i lumtur, edhe Mili gjithashtu. Problemi është që unë du mos të dalim nga ajo që ty të karakterizon. Semi Grifsha.
nga bëri të kërcenin të gjithve, Semi, ja upaj! Po, çfarë energjie, ë? E she si është kur këndon këngë të lumtur? Nëse se si dritit bëri një pyetje në klip. Oh, faleminderit shumë. Let it be. Në klip si dritit bëri një pyetje, a je vërtet e lumtur? Je e lumtur apo jo? Po, jam shumë e lumtur. Po ti je nga këto individët që nuk para e manifeston lumturinë, apo jo? Jo, në fakt. Që e mban për vete. Ama sonte vendoset ta ndash me të gjithë ne dhe shiko se çfarë efekti solla, apo jo? Shumë e lumtur. Duhet jeni gjithë lumtur. Elsa. Shiko, mua në radhë parë bravo Sidi për zgjedhjen e këngës, sepse unë kur nuk do kisha imagjinuar mbi zërin e Semit këtë material. Edhe ti ke ardhur si ilaç për mua mbas Andi Stafukës, sepse ma ngrite moralin. Jo, ti të filloje të qaj edhe me këtë këngë dhe pastaj nuk e ti shdo mendoja, këto? Edhe jo vetëm, po duke qënë se është djetore dhe sonte edhe në sallën e Vojës Olvereshpa, është pak ftohtë. Duhet pak. Ti na solle energji, alegri, na solle forcë. Semi, je një këngëtare më shumë se e kompletuar, teknikisht. Dhe realisht për mua ishte befasi kur të dëgjova për herë të parë në provë që nga një balladë e Mariah Carey-t me cilën të dëgjuam herën e fundit vjen me këtë, domethënë ideja që ti mund ta përballosh kaq mirë teknikisht dhe një material ritmik. Në sytë e mi, për mua je një artiste totalisht e kompletuar. Okej. Alma. Opinionit për Happy. Atëherë, Semi e pas ka vu vatën vesh, gjdo kështill që ja ka dhënë si driti edhe Alma, mbi gjitha ka ndryshuar, ka heqat baluken dhe është bërë shumë e bukur. Shumë. Shumë ndryshe. Semi të përgëzoj për këngën, më në fund e ke kuptuar që notat lartë nuk është detyrimisht të i këndoshe ngrysur, po mund të i këndoshe edhe happy. Shumë bukur, sonte ke qenë një profesioniste e vërtet, bravo. Të mjaftohemi me një të tundur të kokës tënde, apo do thuash diçka? Jo, po du me falënderu Sidin që, se qëre, Happy është konga e vitit, okay? Është një kongë historike, mas 20 vjetë, unë e ti kemi me ndigju si diçka shumë bukur të kalumës. Absolutisht. Edhe, po ka qenë problem qysh me inkorporu në voice se është shumë specifike vokalisht, okay? Nuk është shumë e letë mjavon kujdo, edhe është e pështirë, është desh me qenë shumë kreativ për mjavon cili do për i konkurenta, edhe Sidi e ka gjithë mënyrën, edhe po du me adem, yeah, baby, yeah. Po Sem, aden qysh, prej fillimit kom thonë që jetë fantastike. Aden, edhe sot e ki dëshmu, për mu kjo është performanca jote maj mirë në The Voice, edhe thjesht ki qenë shumë e mirë, edhe, yeah, bravo. Qa qefi është të thuar që performanca më e mirë është me një këngë të lumtur. Në fakt, për hir të vërtetës, duart orkitjen e pashme duhet ta ndaj me Eltina Minarolin, e cila është furnitorja e denj me materiale. Pastaj unë normalisht nga nuhatja pastaj sipas javëve, si të lvizin me konkurrentët, sipas gjendjes që kanë ata, i jipet ai materiali i duhur. Mbëhet qefi shumë për Semin që është e lumtur, mbëhet shumë qefi që çat bën kafja e Stafukës ta uli apo ta ngriti tensionin ty. Jo, për moral kem të fol. Për moral kem të fol. Qyshi ta ngriti tensionin, unë ngritë vallëzove me Semin. Po, për tash erdhi si ilaç. Patjetër pra. Gjen vend ajo shpreha e Elsës, më fal, që thotë gjithmonë që këta kanë nevojë për gjendjen e mirë, për fjalët e mira që ne u themi, sepse këta rriten pastaj. Emocionalisht skenikisht dhe fitojnë atë besimin vetvete. Një sekret shumë i vogël, po dashtë humë kohë, modelin e flokëve ja ka ndru zysh Alma. Zysha i tha, hiqi balluket i tha dhe kalojmë një anë, sepse në fakt një farë mënyrë dhe kam hupat në gjësirën e të pasurit lesh për mbi kokë, dhe nuk e arrit kujtoj më, po, se majtas, djathas apo në mes. Faleminderit Alma. Jo, nuk, ne, mirë. Po çfarë po ti se? Jo,
Në rregull. Okej. Nuk kam mbaruar, Semi ndoshta nuk e tha, nga emocionet mund ta ketë harruar, është e lumtur edhe për një arsye shumë madhore, sepse sot Zoti ka fal një djalë shoqë saj më të ngushtë. Si ja kam vënë emrin? Arbor, unë të dua shumë. Qa mesazhi. Semi, faleminderit shumë, shumë komplimenta.